Një linjë re autobusesh i shtohet kryeqytetit, duke shtuar edhe 15 mjete të reja të transportit urban. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Velia inspektoi linjën nga Martiniteti i Ri tek ish fusha e aviacionit, për të cilën tha se ofron një shërbim më shumë për qytetarët. Këtu jemi në fund të asaj që quhet fusha e aviacionit, parku 1 kilometër, i cili mund të kishte që para rënies së komunizmit që s'kishte parë autobus. Është një risi, kemi sjellë një linjë të re, e cila nga 11 autobusi ka bërë 17 për të siguruar që nga periferia afër deposuit në zonën e Mjalgramenos dhe maternitetit të Ri, deri këtu në zonën e fushës së aviacionit, duke kaluar kryqëndërtor Tiranës, i shërben mira banorëve vetëm me një bilet. Velia i shtoi se për të krijuar infrastrukturën e duhur që kjo linjë të funksionojë lirisht dhe pa vonesa, do të bëhen edhe disa ndërhyrje të nevojshme në zgjerimin e rrugëve dhe heqjen e pengesave në pikat ku ka vështirësi. Autobuset janë më të vegjël, duke pas parasysh që është një zonë e cila është mbi ndërtuar në rrugica të ngushta. Kjo është arsyeja pse ne do të bëjmë disa ndërhyrje, disa prishje të ndërtimeve pa leje, disa ndalime të parkimit në rrugë në zonën ku kalon autobusi dhe sigurisht do të na mirëkuptojnë ato biznese lavazhesh apo gomisterisë që dalin përtej territorit të tyre, ku rregullojnë makina apo lajnë makina në zonë që është në fakt hapësirë publike, do duhet të tërhiqen aty ku e kanë pronën e tyre, që pastaj gjithë porsia tjetër të jetë dedikuar për autobusin. Itinerari i ri kalon përmes rrugës së Kavajës dhe 21 dhjetorit, ndërsa linja do të jetë pjesë e sistemeve GPS që po instalohen dhe do të mundësojë sistemin e monitorimit dhe kontrollit në kohë reale nga ana e Bashkisë së Tiranës.